Si të ndaloni për 2 minuta dhimbjet të dhëmbit pa shkuar te dentisti? Disa receta natyrale si shpëlarja me ujë të kripur ose përdorimi i kompresave të ftohta mund të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve të dhëmbit gjatë natës. Megjithatë, nëse dhimbja vazhdon, është e rëndësishme të shkoni te dentisti për të trajtuar shkaktarin kryesor të tyre. Por çfarë duhet të bëni kur keni dhimbje dhëmbi? Për të lehtësuar këtë problem, sipas Healthy Side, do të rendisim disa mënyra natyrale. Shplani gojën me ujë të kripur. Uji i kripur është një disinfektues natyral. Ndihmon në pastrimin e gojës dhe ul inflamacionin. Gjithashtu, shplani gojën me peroksid hidrogjeni. Ndihmon në uljen e dhimbjeve dhe largimin e bakterieve. Përdorni kompresa të ftohta, të dobishme nëse dhimbja vjen nga ndonjë goditje ose traumë. Ftohja ngushton enët e gjakut duke ulur dhimbjet dhe entjet. Përdorni qestet e çajit me energjik. Gjithashtu edhe vendosja e hudhrës dhe përdorimi i karafilit do t'japë rezultate fantastike në lehtësimin e dhimbjeve të dhëmbit.